Bora era marcujado na Kamotari de Croati Bruno Brajković. Procedură për një faul, përgjigje zhvillimi për ekipin kafir të Gjefnisit, është 18 metra, në këndin e gjatë të zonës së pasnis, pozicion diagonal. Nga marrë në shpejt, është të dërgorët të shpejt si pas të dërgorët të të tyre me pas eliminativ në shpejt. Me 9 korrik 2026 Bosnia luan ndeshjet e para të turit para të UEFA Conference League. Tash në kundërshtarin e bëri gjithur është Malisheva e Kosovës për herë të parë historike për të dy skuadrat që përballen në një kompeticion evropian. Për të sfida e parë Bosnia Malisheva. Njëri nga skuadrat kalimin e të kujtës në Bosnia kërkon në kontrakt kolektiv dhe shtëpi për të lutuar një javë me pas me datë 16 korrik në Kosovë, por jo në Malisheva. Do të lutuar në Prishtina, këtë do të duhet ndeshja Malisheva Bosnia dhe qartimit i vendosur dhe skuadra kualifikohet në turën e dytë të UEFA Conference League. Perché lo sta non sempre una squadra per Bosnia o Malisheva, i due si ciclo di Bosnia Malisheva adesso è squadra scozzese, në turën e dytë. Nëse Bosnia kalon në tuar,
e Skocisë në Skopikun e Glasgow. Lidhjet e nimi për skuadrën e Defitit e Vit paka shohin televizion kur që shënua dhe goli barazimit. Nga një lidhje e tillë, por pak me majtësi televizja e pashme. Është në një kombinacion të zonë dhe ajo Brajković, ati një parti Bosnia. Disa reagime nga tifozët e zonën qendrore që kërkojnë më shumë nga Vllaznia, por dhe një të ndryshme nuk është ky Martini i parë i Vllaznisë, nuk është përbërja ideale, sepse Martini ka ajo në fund në përbërje keqe që sistemon në zonë titullare. Një për të Cici, por deri voja i saktë për zonë e tij. Atë që nuk e bëri ndoshta në kampionatin e superiorës të Shqipërisë, Europën e Tretë, ka bërë se jo në Kupën e Europës. Duke qëndruar tek ndërmjet nga 4 stadiumet të Shqipërisë për të luajtur ndeshjet finalet e Europianit U21, ku krahas të Europës është Elbasan Arena. Is the Jumi Arena Jumi Partizan që kaluar dhe të dy skuadrë dhe të rëndimit e njëshore dhe përkare në grupën e stadiumin e Turqit. Arena ri Ivan Ivanović që të shëmruar në muaj me herë, po që në fakt është edhe Asim Djokovic, ish futbollisti vllaznis nga Turqi i Maricini. Ai që është pavër kampion me skuadrën që të bëjnë në 2001, titulli i fundit kampion. Një vllaznis që bashkë më se ka luajtur edhe Valenko Samma nga Turqi. Por Kërshajc në gjeri nga Podgorica, të bashku me trenerin Grevisa Gjelsmarović që ka qenë pjesë e vllaznisë atëherë. Ai ishte presidenti i Vjenës së Cela, që sot nuk jeton. Vllaznisë dhe Ivan Berlović i Defitit të Malezisë. Duhet të marrë edhe sinjalet e para, dhe atyre që kanë dhënë kursën e dorës. Kështu edhe një herë që mungon titullarët, mungon skeleti i skuadrës. Titular, janë nërpushim nga Valeri Martini. Do të mos gjetë miqësorë të dytë për paranisjes në informacioni saktë do të jetë në ndeshjen miqësore për skorën 22. Martini merr rreth 5 zyrtarë, nacionale zyrtarë në 5 zyrtarë që dhe t'i vej skuadrë të ndeshjet miqësore. Kjo mund skuadra e Defitit dhe këtë fund takimi që luhet minuta fundit, për fund largohet me një fitore në këtë miqësore.
Qicit kanë hyrë Hajdari, Institut, Gjojnë Hajdari, dhe gëzohet ka herë të përruna vitare të Gjyrëtja, Gjyrët të përrua që kjuës të përrua spokë, Misora dhe Hajdari dhe Kasmër, Gjësishtë, Vajzim dhe në një. Nga unë dhe ashtë të markë në rëllë në rëllë dhe ju të shmështë të